Këtu përmend për Pojanin, për Devollin, për Maliqin, për Pogradecin dhe sigurisht për Hoxhën. Unë jam I dashuruar me Mohen, edhe dua ta përmend Mohen. Unë jam nik në Pogradec, edhe gjitha inin time e kam kaluar në përfshatet e Mohës, e nuk e mbaj mend sa herë kam ikur në Shën Maren, në kishën e Shën Marenës që shumë nga ju e dini. Po janë disa fakte të lezetshme për Mohën që ju gjithë I dini shpopullimin e shumë gjëra, po dua t'ju jap disa fakte që ndoshta mund t'ju bëjnë ta kuptoni më mirë. Në Mohën e Madhe, fshatet si Zëms, nga 120 familje kanë përfunduar në 1. Dhe I vetmi familje që është akoma atje është Krye Plaku. Dhe jo se Krye Plaku nuk ka shtëpi të dytë, shtëpi të tretë si shumë e shumë Krye Plak të tjerë në Tiranë ose në vende të tjera. Por merr rrogën vazhdon paguhet. Tjetër. Fshati Langa. Langa, nga 60 familje që ka pasur, kanë përfunduar në 2 familje. Ngjitur me Langën, kemi fshatin Qezë. Aty janë 2 rezervuare shumë të mëdha, që aty gjithmonë ke pasur njerëz të atij fshati që kishin blegdorinë e tyre. Nga 120, disa janë 2. Një nga ato jeton në Tarbin. Pastaj kemi Selcën e Sipërme, ku nga 140 familje kanë ngelur 7. Kemi dhe Pevlanin, e njëjta gjë, nga 100 familje kanë ngelur 7. Kjo ishte për Mohën e Madhe. Moha e vogël, në hyrje, ku fillon edhe qarku I Korçës, ka një problematik pak më ndryshe. Problematika e saj, përveç popullimit, ka ngelur përsëri njerëz. Ku shkon janë vetëm moshat e treta. Por ama të shkosh në Mohën e vogël, ti shikosh shtëpitë e kaçe sa të bukura që janë, thua, çfarë po ndodh? E dini çfarë po ndodh? Rinia ikën e gjitha, punon në Greqi, vjen drejtojnë 3 vëllezër bashkë, drejtojnë shtëpinë, me shpresën që një ditë do të kthehen. Por plesht janë të vetmit që e mbajnë shtëpinë, edhe ata as nuk kthehen, dhe nëse vazhdojmë akoma kështu siç jemi, s'kam për të kthyer ndonjëherë. Do flisja për Korçën me traditat e shumë gjëra tjera, pasi unë jam dhëndën në Pogradec, edhe sa herë mendon për Pogradecin, është e pamundur mos mendosh për Korçën. Korça është lokomotiva e të gjithë qarkut, ku çdo qytet tjetër ishte. Kurse sot Korça, mua më duket më shumë si një vend kafenesh. E di që u thamë përpara edhe këtu, po për fat keq është realiteti. Dhe realitetit e të vërtetës ne duhet I mësojmë. Shumë qytetarë këtu e rrisin fëmijën e tyre, e edukojnë, kalojnë 1100 të zeza dhe e çojnë fëmijën në universitet. Po kur fëmija mbaron universitetin, çfarë ofron Korça? Kjo është pyetje që me vërtet dua t'ja bëni vetes. Me vërtet dua t'ja bëni vetes. Ke nga ata emigrant, shumë nga të cilët vendosin kthehen, kanë punuar për vite të tjera në Mërgjim, vendosin kthehen në Korçë. Po shumica që kthehen, çfarë bëjnë? Në rastin më të mirë, ndërtojnë shtëpitë e tyre të vjetra dhe prap shërbëtor turistash. Korça duhet të ketë më shumë përllimtari. Më shumë përllimtari. Tani unë jetoj në Korçë, po jo në këtë Korçën këtu. Unë jetoj në Korçën e dytë, në Worcester, Massachusetts, në Amerikë, ku kam mbi 18.000 korçarë. Dhe dua të flas në emër tyre, po dua të flas në emër tyre në mënyrë
Nuk mundet t'i përmbledh të gjitha, po do i përmbledh të gjitha me një shokun tim Thomaj. Thomaj ka një histori të lezetshme. Thomaj është 40 vjeç. Për 28 vitesh ka qenë në Amerikë. Edhe u lodh me profesion inxhinier elektrik. Shtëpinë këtu në Korçë e kishte ku shkon sipër për nga Mapo, ekziston si lagje? Bravo. E mbaka më mirë. Shpinë e kishte sipër. Edhe tha, unë mbaj mend nga familjaria ime në shumë biseda të cilat unë bëj me atë, tha mbaj mend nga familjaria ime që ne kemi pasur më përpara, kam qenë i vogël, shumë dhije dele. Edhe dua të kthehem, kam hequr një sumë shumë të konsiderueshme parash, qofse mbaj mend mirë ishte diku te $250,000. Edhe më tha, dua të kthehem në vendin tim, edhe dua të investoj, dua të krijoj një lëndim të madhe me dhi dele, të më krijoj kopentime, edhe më vonë ndosha një tretore. Ti më tha se ti merresh çoku me politika nga Shqipëria. Ky mua bet para 2 vitesh. A më ndihmon dot? Në mendjen time vajti direkte investitori strategjik. I thash do të bëjmë investitor strategjik. Qa është kjo më tha mua, duket shumë e shtejtë. Po jo me Thomaj thash duket që shtejtë fare. Qeveria, ku një i huaj vjen, investon në sektor ndryshëm të ekonomisë me statusin e investitorit strategjik. Po mirë tha Thomaj, ta provojmë. Mbas shumë kërkimesh të kërkosh që të lidhesh me Ministrinë e Zhvillimit, të jesh me lidhje me ata nga diaspora është problem vete, po më në fund e gjetëm një email. Edhe i shkruaj emailin me planin e Thomaj, edhe i kërkuam se qa hapash të tjera duhet ndjekim që Thomaj të kthehesh në vendin e tij edhe të investonte. Poezia është qikë, po është interesante, se ka shumë bëj me shpopullimin e Korçës e gjithë Shqipërisë. Bravo! Bas 2-3 muaj që takojmë prap me Thomajin. O, Aldi më tha, a i mua bet nuk bëhet. Po pse s'bëhet të Thomaj, thash të ktheu përgjigje ministria? Jo, me the ministria nuk bëhet fjalë, po u qet një mik në Shqipëri. Edhe më kërkoj 50.000 euro. Më kërkoj 50.000 euro. Këta më kërkojnë 50.000 euro. Më tha, pa nisur, imagjino ku të niset bitis sa do më shkoj. S'bëhet. Edhe nuk i ve fajt shkretit. Është mësuar, është rritur, edukuar, edhe profesionist në Amerikë, edhe ti kërkosh $50.000. Por, që më bëjë për shtypi që me vetet kjo është tragedi dhe komedi në të njëjtën kohë. U gjetë miku, më tha. Po si më ky që nga mik? Ky është ai mik? Ky është ai mik? Një e drejtë e jotja. Një e drejtë e jotja. Ti duhet paguash $50.000. Nga e miku, ti thuash faleminderit, ta trajtosh edhe si mik. Do hepi për sarë. E pastaj po visi akoma mendjen. Ue, qa mundet bëhet në Shqipëri? Pak të aj mikun ose mikun. Të shkosh në spitale. Po s'pat e mikun, sa duhet presesh? Baron pare. Nga ja. Të shkosh në bashki. Të duhet do të bëjmë ping-pong sa ande i këti, se kam vajtë 1-2 herë vetë në Tiranë edhe prandaj e di. Në qoftë se ti do të ndërtosh edhe të shkosh në hipotek, aty jo vetëm duhet miku, po të duhen dhe këta avokatët që të marrin nga 50-60.000. Se ti ka në vendosje, në vendosje. Edhe da miqi jam. Edhe kura e miku bëhet mik, unë dhe Thomaj vazhdojmë të imë në Amerikë. Si nip në pojadec, ne kemi një shpreje. Peshku qelbet nga koka.
Kjo politik, si, se s'dua të them majtës se djathës, se këta si janë as majtës as djathës, po të them me eme, si Sali Berisha, si Edi Rama, janë qelbur, dhe përbajnë. Në qoftë se deri dje, me të drejtë, çdo qytetar nuk kishte të drejtë zgjedhje, nuk ju veja fare. Por sot, lëvizja bashkë qëndron përballë dhe për krajush dhe ju sugjeroj numrin 2.